Të nderuara biznese, Agjencia për Investime dhe Përkrajën e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në datën 5 maj, ka lancuar thirrjen publike të grand skemës për përkrajën financiare të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në kuadër të politikës industriale në vlerë prej 5 milion euro. Qëllimi i kësaj skeme është të ndihmojë bizneset që të kontribuojnë në rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese, që përmes zgjerimit të kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese të rrisin pjesëmarrjen e produkteve të tyre në tregun vendor dhe të rrisin eksportet, e që outputi përfundimtar i kësaj është përmirësimi i bilancit tregtar. Thirrja është e hapur deri më datën 26 maj dhe aplikimi bëhet përmes platformës e-Kosova. Për më tepër, është adresuar tani më në platformën e-Kosovës edhe skema radhës për certifikim në vlerë prej 600.000 euro. Kjo grand skem pritet të lancohet brenda disa ditëve dhe që ka për qëllim të ndihmojë bizneset prodhuese që të certifikojnë produktet e tyre në tregjet ndërkombëtare, e qëllimi kryesor është rritja e eksporteve. Derisa po vazhdohet me skemën e promovimit të eksporteve përmes panajireve ndërkombëtare në vlerë prej 1.3 milion euro. Gjithashtu, në proces për të lancuar janë edhe grand skema për digitalizim të bizneseve, grand skema për mbështetjen e sektorit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në vlerë prej 1 milion euro, si dhe grand skema për mbështetjen e sektorit të industrisë kreative në vlerë prej 1 milion euro. Si dhe deri në fund vit do vazhdojmë me skemat përkrahëse për turizmin dhe artizanatin. Dhe vlera totale e buxhetit të planifikuar për të gjitha këto grand skema është rreth 9.2 milion euro. Aplikimet për të gjitha grantet bëhen përmes platformës e-Kosova.